Selamu alaikum, gjithë, selamu alaikum Elvis. Aleikum selam wa rahmatullah. Kemi pas një agjërim të lehtë të pranuar që të gjithë. Inshallah, inshallah. Kemi lënë një nga temat më interesante. Na kanë kërkuar që në komente kemi folur për Xhibrilin. Po bëj vetëm një hyrje të vogël për të arritur se ku e kemi lënë mbas edhe dikush që s'na ka ndjekur në këtë kohë. Kemi filluar me historinë e Xhibrilit kur e krijoi Allahu I madhërisëm, pra ishte krijesa më e madhe nga engjëjt dhe komanduesja që kishte komandën drejt për drejt. E kemi trajtuar në formën e misionit të tij të jashtëzakonshëm të zbritjes së shpalljes së tij duke qenë më besniku në gjithçka, të shpalljes së tij ndaj çdo profeti. E kemi trajtuar në ngushtësinë e tij që kishte në një miqësi që kaloi çdo miqësi njerëzore që ishte mes Xhibrilit dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E kemi trajtuar në momentin e fundit të jetës së tij kur thonte çdo herë më ka ardhur një herë në natë në Ramazan. Në Ramazanin e fundit më ka ardhur 2 herë, kjo e përloti gjithkohon profetin Muhammed. Ka ardhur edhe në rastin e Meriemës, pra nënës së Isait, pra ju ka drejtuar një femre ku I ka dërguar dhe selame 2 femra po aq të rëndësishme dhe të mëdha në Islam, siç ishte Hatixha edhe siç ishte Aisha. Pastaj ka ardhur në formën që unë të thash dje, Zoti shpërbleft, kisha 25 vjet ve, e kisha në gjuhë hadithin ku Xhibrili paraqitej para sahabëve dhe me thon drejtën isha fillestar dje për herë të parë kam dëgjuar me të gjitha detajet në cilën mu plotësua një gjë e jashtëzakonshme në formën se si u kishte drejtuar ai ishte Xhibrili erdhi për t'ju mësuar fenë. Kjo është hyrje për të gjithë. Tani e lam që është edhe një moment I fundit I Xhibrilit. Krijesa më e madhe, krijesa më e dashur, krijesa që komandonte mbas çdo urdhë të Allahut e jepte, vdekja e Xhibrilit alayhis salam. Edhe Xhibrili, si vetë fjala Xhibril vjen nga armaishtja e vjetër dhe do të thotë adhuruesi I Zotit. Si kuptim, fjala Xhibril. Po ta shohësh Xhibril, Mikail, Israfil, Azrail, rrjedh nga armaishtja e vjetër. Pra kështu e kanë quajtë Ben Israilit e vjetër, është shumë interesant. Ka Kurani disa fjalë të gjuhëve të tjera që I ka përfshi. Edhe kjo është I temë që ndoshta do ta cekim gjatë podcasteve të ardhshme. Domethënë, fundi që u taku me Muhamedit alayhis salam në këtë botë ishte kur I solli ajetin e fundit të Kuranit surës Bakara. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ajeti I fundit I Kuranit është dhe keni frikë ditën kur do të ktheheni tek Zoti juaj. Çdo njeriu do t'i plotësohen veprat që I ka punuar dhe asnjë njeriu nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Ktu u nda me Muhamedit alayhis salam në raport me shpalljen. Takimi fundit fare ka qenë kur ishte në shtratin e vdekjes pejgamberi alayhis salam. Xhebrail Emini I shkon në shtratin e vdekjes shumë pak minuta para se të vdes, dorëzoi shpirtin. Para se ta japi shpirtin, edhe I thotë që tek dera po të pret me leje engjëlli I vdekjes. Qofse dëshiron ti jetosh më shumë ose qofse ti jep leje të hyj brenda. Sepse pejgamberëve nga dashuria që ka pas Zoti nuk janë si njerëzit e tjerë, po I është marrë leje përpara nga engjëll vdekjes për t'i marrë shpirtin. Kjo është një lloj tekrimi, një lloj nderimi që I bën Zoti gjithësisë në veçantë pejgamberëve. Dhe pejgamberi alayhis salam ka thonë mirë se të vi. Pra se ishte takimi me të madhin Zot, pra vdekja nuk kuptonte që shpirti shkote ke Zoti. Dhe Aisha radiallahu anha e ka pas kraharorin e saj. Dhe pastaj gjithmonë u krenonte që sa pejgamberi alayhis salam ndroi jetë I mbështet në trupin tim. E quhet nder të madh. Dhe thot, në këtë çast dëgjova atë që ai na e kishte mësuar neve. Që thoshte çdo pejgamberi kur vjen koha me dhën shpirt, pyetet përpara se ta japi shpirtin. A do të shkosh ke I madhi Zot dhe në xhenet? Apo do të jetosh sa të duash ti dhe prap do shkosh ke Allahu dhe në xhenet. Dhe unë thot siç e kisha në kraharorin tim e kam dëgju pejgamberin alayhis salam duke thënë bel ila rafikil a'la, bel ila rafikil a'la.
jo duhet të shkoj ke ai që duhet shoqërohem me i larti për Allahun subhanahu wa taala. Allahu akbar. Me atë të cilët i ka begatuar ai prej pejgamberëve të sinqertëve, dëshmorëve dhe punëmirëve. Gjithmonë pejgamberët po ti shohësh në ajete të tjera, kur bëjnë lutje si Sulejmani alayhis salam, si Ibrahimi alayhis salam, është e çuditshme, thojnë në fund alhiqni bis salihin. Kur t'jap shpirt më tako me të mirat. Ai ishte ndoshta më i miri vet, po e kishin edukat, thoshin kur t'jap shpirt takohem me më të mirat atje. Këtë e ka po dhe Ibrahimi alayhis salam dhe Sulejmani alayhis salam. Thot Aisha kur e dëgjova që tha jo dua të shkoj ke shoqëruesi më i lartë, pra nuk më vlen më asgjë nëse nuk shkoj ke ai që është më i larti. Aisha si kanë rrjedh lotët dhe ka thonë, aty e kuptova që ai zgjodhi shoqërinë e Zotit dhe na la neve. Allah. Dhe këtu pejgamberi alayhis salam jep shpirt. Dhe Xhebraili ndahet përfundimisht në jetën e kësaj bote. Tani, mbas kësaj ne e theksuam edhe dje, Xhebraili Emini vjen vetëm një herë në vit në natën e madhnueshme të Katrit, që inshallah ndashti i madh i Zot vëlla, edhe këtë Ramazan ne ta kalojmë këtë natë begat. Pastaj do afrohet Kiameti. Xhebraili është i gjallë. Ky kur e ka kriju i madhi Zot nuk dihet se sa përpara se të shpërthente Big Bang. Bëhet fjalë, nuk dihet mosha e tij. E jashtëzakonshme. Imagjino sa i fuqishëm është dhe sa eksperiencë, sa gjëra din ai për të madhin Zot. Çaj kënaqësie do ishte për shembull, po e them kështu hipotetike, ta takojsh vetëm ta pyetsh për të madhin Allah. Si është Allahu, si krijoi universin, po çfarë kishte para universit, po kur e krijoi arshin, po kur e krijoi kursin, po në Sidratul Muntaha, po si ke shku pejgamberëve, po si ja ke shpall, po çfarë kanë bërë ato me detaje. Ke parasysh çka krijesë madhështore. Sa din ai, e para për të madhin Zot, e dyta përpara universit dhe e treta nga universi Big Bangu deri në ditët që ne po flasim podcast. Dhe ai është akoma gjallë dhe do të jetë vëllai dashur deri afër Kiametit. Çfarë do ndodhi? Janë shenjat e mëdha. Ne po përmendim vetëm 2 ose 3. Pa, jo gjatë e gjerë, nëse do duan vëllezërit e motrat me komente, ne mund t'i kthehemi, po do themi Dejjalli. Është shenjë nga të fundit të mëdhajat. Mas Dejjallit, dështi madh i Zot, me mëshirën e vet, tërgon Isain alayhis salam. Mbas Isait alayhis salam, kur ai shkon kodrën tur, vjen Ya'juj el-Ma'juj. Dhe mbasi edhe ato vdesin, mbetet Isai alayhis salam dhe ato janë vitet e begata në tokë. Sa pejgamberi alayhis salam ka thonë një sejdë është më e mirë se gjithë bota dhe çkante. Për nga mirësia dhe ka për pastërtia dhe begatia që kanë atë kohë. Në kohën që Isai alayhis salam jep shpirt, pra ndron jetë, vazhdon sa doni madhi Zot, ajo ëmbëlsia, besimi sinqert, mirësia, dhe pastaj fillojnë njerëzit të shkatërrohen. Dhe fillojnë prap veset, perversitetet, pasionet e tmerrshme, derisa ka edhe besimtar, po edhe ato që janë jo besimtar janë shumë të ashpër dhe ndaj fesë, po edhe vese që me të dridh trupi. Kur i madhi Zot Gjelle Gjelalu do t'i japi urdhër Israfilit për t'i frysurit, para kësaj ja merr shpirtin besimtarëve. Thot pejgamberi alayhis salam, asnjë besimtar nuk e përjeton Kiametin. Do dërgoj Zoti një erë të mirë që ato sapo e thithin japin shpirt. Pasha Zotin ka thonë, edhe nëse i musliman apo i besimtar është në thellësinë e shpellës, edhe atje do të shkojë do t'ja marrë shpirtin. Është si mëshirë e të madhit Zot për musliman dhe muslimanet, për besimtarët dhe besimtarët mos ta përjetojnë tmerrin e madh të fryrjes surit dhe të shkatërimit të universit. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, çfarë ti shijoj unë kësaj jete? Kur e kam parë, thot Israfilin, që ishte gati për t'i fryrë surit dhe priste urdhrin. Pra, e lidhte sikur e përjetote atë çast. Pra, si mund bëj unë gjinafe në tokë? Si mund mos t'jem besimtar kur po fryhet suri do të dal para Allahut për të dhënë llogari? Dhe pejgamberi alayhis salam ka thonë kur vjen koha për t'i fryrë surit,
një person thot është nis për të blej diçka në treg dhe nuk kthehet më në shtëpi. Një person tjetër del për të marrë diçka afër ke komshiu i tij dhe nuk ka kohë të kthehet në shtëpi. Dikush pa e merr ushimin për ta çuar në stomak nuk e çon dot. Kur Allahu madhnushëm me madhnitë vet hidhrohet me ato njerëz që janë në tokë nga më të këqit, jep urdhrin vëlla për të bë kiameti. Zoti i gjithësisë, i qofshim atij fal, e ka përshkruajtur kiametin në forma nga më të ndryshmet. Forma se si ajo ndodh. Për shembull, idha as-sama'u fatarat, kur qielli të qahet, o idha al-kawakibun tatharat, dhe kur yjet të shpërbëhen, dhe kur varret të trazohen, dhe kur shpirtrat të tubohen, dhe kur egërsirat të afrohen, dhe kur qielli të jetë qarë në një sure tjetër, dhe kur dielli të jetë palosur, dhe kur kodrat dhe malet të bëhen pluhur, në atë ditë do ta kujtoj njeriu atë që ka punuar përpara dhe atë që e pret për mbrapa. Apo kur në ajete të tjera dhe kur librat të shpërndahen, dhe kur xheneti të jetë afruar dhe kur zjarri të jetë ndezur, atë ditë njeriu do të kuptojë veprat që i ka punuar. Apo thot për shembull yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al-mala'ikatu tanzila. Ditën kur një re e çan qiellin thot dhe engjëjt zbresin nga të gjitha anët dhe bllokojnë skajet e saj. E ka përshkruajtur i madhi Zot çastin që do bëhet kiameti në shumë sure dhe në veçanti suret që vijnë në xhuzin amme, xhuzin Tebarek, pra nga xhuzet e fundit Kuranit famlar. Jo aq shumë në surën Bekare, Ali Imran dhe këto të mëdhajat, po ke nga gjysma Kuranit ndoshta edhe mbrapa ke skena të jashtëzakonshme për çastin që i madhi Zot i thot Israfilit fryje surin. Tani, dihet me tekste të qarta që njerëzit gjithë që janë gjallë në atë kohë, ato që kanë ndruar jetë nuk e përjetojnë. Shpirtrat i ka tubuar i madhi Zot atje ku don dhe ato nuk e përjetojnë kiametin. Janë jashtë hapësirës kohës edhe qejve. Ato nuk e përjetojnë. Tani, mbasi kiameti do përfshi njerëzit edhe xhindët, engjëjt kur Zoti ka thënë në Kur'an, është shumë interesant në raport me engjëjt tani që dalim ke Xhebrail Emini. Ka thënë kullu men alejha fan. Çfarë është në tokë do të zhduket. Fan është s'mbetet asgjë. O yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Dhe mbetet vetëm Zoti yt thotë dhe i lartësuar dhe i madhëruar, asgjë tjetër. Engjëjt nga që thot kullu men ale çfarë tjetër në tokë do të zhduket, thanë engjëjt ndoshta neve s'na kap kiameti. Edhe engjëjt mësoj për Kuranit. Nuk mësoj vetëm ne. Subhanallahu. Kur e kanë sura Rahman, çdo gjë që është në tokë do zhduket. Pa ato thotë si jemi në tokë, ne jemi në qiell. Sepse qiell në konceptin kuranor fillon qielli nga atmosfera deri në pafundësi. Deri në Sidretul Muntaha. Po, deri në Sidretul Muntaha. Qiell do të thotë lartësi. Dhe sipas Kuranit fillon që nga ret, që nga atmosfera, që nga shtresat e qiellit që janë afër tokës dhe pastaj deri në Sidretul Muntaha. Prandaj thot për shembull në disa ajete dhe e zbresim shiun nga qielli, pra nga lart. Engjëjt thanë, ndoshta neve s'na vdes Zoti në kiamet. Pastaj erdhi një ajet tjetër. Ka thënë kullu shay'in halikun ila wajha. Çdo gjë vdes në kiamet përveç të madhërishmit. Dhe këtu engjëjt u bindën që kiameti përfshin edhe ato. Kur do bëhet kiameti, edhe engjëjt për herë të parë, megjithëse mund të jenë kriju shumë përpara, do japin shpirt. Dhe janë me miliarda, janë më shumë se sa njerëzit. Engjëjt janë shumë. Vdesin engjëjt në masë. Dhe mbetet Mikaili, Xhebraili edhe engjëlli që merr shpirtin. Mbasi i madhi Zot ja merr shpirtin Mikailit, thret Xhebrail Eminin, besnikun e vet, të dashurin e vet. Dhe i thotë o Xhebrail, kush ka mbetur nga krijesat e mia? Dhe Xhebrail Emini i thotë, ti i gjalli që s'vdes kurrë. E njeh mirë të madhin Zot. Ti që je i gjalli që s'vdes kurrë. Nga krijesat e tuaja kanë mbetur vetëm 2 tashmë.
unë edhe engjëlli që merr shpirtin. Dhe Allahu mëllnushëm i thot engjëllit vdekjes, merrja shpirtin Xhebrail Amin. Shpirtit shenjë ti. Dhe Xhebraili e shijon vdekjen. Formati se si nuk është shpjeguar. Pra nëse ne dihet kemi trupin dhe del shpirti nga trupi jon, por engjëllit nuk është shpjeguar se ata janë krijuar nga drita. Mbasi i vdes Xhebrail Amini, Zoti i gjithësisë, krijuesi i universit, thret engjëllin që ka marrë shpirtrat e gjithë njerëzve. I engjëll në mallësi të paimagjinueshme. Por atë toka dhe njerëzit që i merr shpirt qesharak, krahasim me fuqinë, potencën dhe seriozitetin që ka si engjëll. Si engjëll me fuqi dhe i potencë që toka është kur gjë. I thot, kush ka mbetur? Edhe ai i thot, Allah qofshim fal ti, që së des kur. Edhe i krijese dobët engjëlli vdekjes jam unë. Si tham, engjëllit ja njohin madhështinë Allahut shumë. Se si mas dijes, vjen edhe njohuria dhe frikë respekti. Allahu i thot, merja shpirtin vetes tënde. Po. Dhe engjëlli i vdekjes, ai që i merr shpirtrat krijesave, do i marrë shpirtin vetes vet. Dhe tregohet që do thot që ta kisha ditë që është kaq e vështirë, do t'ja kisha marrë njerëzve më lehtë shpirtin. Te e ke parasysh kurse ke provuar gjë vet, e ka urdhëruar Allahu si masë, sepse shpirti nuk merret i soi për të gjithë. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, jo besimtari që ka bë krime shumë dhe ka urryer Zotin që e ka kriju, kur vjen engjëlli më marr shpirtin, çastin e vdekjes shpërndahet shpirti në trup që mos dal nga frika, nga gabimi që e kupton që ka bërë. Kurse për besimtarin thot që ka qenë besimtar i mirë, që Zoti ja ka fal gjinafet dhe ka futur në mëshirën e tij të pakufishme, del thot si pika e ujit që është fundin e shishes kur e kthen ti kështu, edhe ajo fillon dali nga dal, edhe del lehtë edhe futet në mëshirën e Allahut mëllnueshëm. Kur po del shpirti, ne kemi tregu ka ai personi që vrau 100 njerëz, që vinë engjëjt e mëshirës edhe engjëjt e dënimit. Ato të cilët janë besimtar dhe besimtarët ndershme, ka thonë Allahu, kush tha Zoti im është Allahu dhe ishte i vendos në këtë, zbresin tetenezzelul melaike, zbresin shumë engjëj. Po Zoti thot kur zbresin shumë engjëj, si puna natës kadrit, kur zbresin shumë për çfarë zbresin, se ka dy gjëra në atë kohë, po ndodhi gjë që përfshin dy gjëra, mëshirë dhe bereqet. Për shembull natën e kadrit, pse zbresin ai shumë? Se është natë me bereqet dhe natë me mëshirë të madhe. Pse zbresin ke besimtari mirë shumë, tetenezzelul melaiketu. Zbresin shumë sepse ai është njëri që po vdesë ka shpirtin me bereqet dhe do futet mëshirën e Zotit. Çai thënë, "Ella takhafu wala tahzanu." Mos u frikso dhe mos u dëshpëro. Kanë thënë dietarët, mos u frikso, çfarë do të gjej mas vdekjes? Se ke Allahun që të ka fut mëshirën e tij. Riqet. Wala tahzanu, mos u dëshpëro për familjen tënde, se Zoti si harron ato. Edhe ato do të vinë në xhenet me ty. Dhe njeriu qetësohet për atë që po lën këtë dynja, se është meraku, po është dhe i sigurt, nuk ka frikë për atë që e pret. Sepse ai e din tashmë që sunduesi suprem i kësaj bote dhe atje ku do shkojmë është vetëm një. Prandaj çfarë thonë muslimanët kur ndodh një fatkeqësi, një vdekje? Inna lillah, Zotit jemi, e ke Zoti madhërisëm do shkojmë. Dhe tani vllai i dashur mbetet vetëm sunduesi suprem i këtij universi, i cili do thot një fjalë që është përmendur dhe në Kur'anin famlart. A di çfarë do thot vllai i dashur? Se ne, domethënë kur futesh se thellohesh në besim, fillon i kupton gjonat edhe je i qartë për gjërat që ndodhin. Shef mbretër, shef president, shef njerëz të fuqishëm, shef miliarder. Kur i din gjë çështjet e fesë, ngja vetja dhe ato qesharak. Pse? Në këtë çast që çdo gjë ka marr fund, e di çfarë do thotë i madhi Zot? Anal maliku anal malik. Unë jam sundusi, e inel muluk o ebnaul muluk. Ku janë sundusit dhe bijtë e tyre? Enel gjebaru, enel gjebar, e inel gjebabirët u ebnaul gjebabire. Unë jam sundusi i plot fuqishëm, ku janë fuqishmit, zullumqar dhe bijtë e tyre? Dhe vllai i dashur skuqzo, s'ka shanse me u përgjigje askush se gjithë kam tek. Dhe pastaj në formë
ironike do të thoja. Zoti thot limenil mulkul yawm. Unë sundoj këte, unë kam përfund këte, unë kam këte ti ke atë, unë jam filani ti, thot limenil mulkul yawm. I kujt është sundimi real sot? Fa gjithë kanë qenë gënjeshtra. Limenil mulkul yawm. Kujt I takon sundimi sot? Dhe kush të përgjigjet, gjithë janë të mbarum. Këto të mëdhejt janë dvegjël fare tani, nuk janë më, s'kanë mundësi të përgjigjen. Thot Zoti, limenil mulkul yawm. Kujt I takon sundimi vërtet sot? Këthe përgjigje po vetë, se nuk ka asnjë që flet. Lillahi l-wahidul qahar. Thot, I takon sundimi vërtet. Zotit gjithësisë, një dhe mbi zotrus ndaj çdo gjëje. Mbasi e thot te vllai dashur 3 herë, mbasi e thot këtë 3 herë, kujt I takon sundimi real sot? Zotit një dhe mbi zotrus, çdo gjë bën qetë. Ishte, thot Zoti, e pyetën një herë profetin alayhis salam, çfarë kishte para se të krijoheshin qejt dhe toka? Ishte, thot, Allahu I plot fuqishëm dhe s'kishte askush, nuk kishte askënd me të. Pra, është I gjë valla që mu m'le pa mend, mu këtu m'bllokohet truri, çfarë është? Zoti ka emër Khaliq, krijues. Por interesante është që ai nuk filloi me kriju para 13 miliard vjetësh. Në këtu vlla unë ngel, dhe nëse do kem ndonjëherë shans të pyes ndoshta vetë Zotin e gjithësisë në xhenet, po themi nëse jemi pjesë, ose me taku në Xhibrail Eminin, ose ndoshta shkenca do evoloj sa ta kuptoj këtë gjë, po tani unë jam shumë konfuz se ky Zot që është krijues dhe emrat e Zotit janë të përjetshëm siç është ai vetë. Se Zoti s'u bë krijues kur krijoi Big Bangun, vëlla, ose Xhebrailin, ka qenë gjithmonë. Edhe unë kam pyetje shumë. Tani, në pafundësi që ka kaluar dhe do të vi, çfarë ka kriju ky I madhnushëm? Dhe çfarë do krijojë? Çfarë gjëra është paralele? A kupton ç'a bëhet, se ai nuk ka problem dhe me kriju, se I thot diçka ajo bëhu dhe ajo bëhet. Po. E them këtë vëlla për të kuptuar me cilin kemi të bëjmë. Dikush është thënia që ka pëlqyer shumë për shkak për kufizimi, aq sa ka mundsi njeriu te Zoti. Thot Zoti e di dhe atë gjë që s'është krijuar e di se si do ishte po të krijonte. Po, tu imagjino tani. Imagjino. Ky është standard. Kjo është dhe kaq na kap logjika. Por thash për kaq ka arrit njeriu të vlerësojë. Ka mendime se ajeti I parë I surës Fatiha. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falenderimet I takojnë Allahut Zotit universeve. Ka dhe përkthim kështu dhe sahab shok pejgamberit kanë thonë na është transmetuar që ka minimumi 18.000 universe të tjera. Si joni. Pra është I pafundësi, po ato kanë dhënë një mendim. Pra këtu flitet për I Zot që kur e kalon pak atë njerëzore mbetesh. Konfuzohesh. Që vazhdon të krijojë. Po çfarë ka kriju në pafundësi se ai ka qenë gjithmonë? Ne për shembull themi, filloi Big Bangu se si ishte para 13 miliard vjetësh. Ne kemi ditëlindje kur kemi ardhur. Tani po flasim pafundësisht I madh I Zot, çfarë ka kriju? E çfarë do krijojë, ja? Siç na krijoi neve, kush e din këtë çast sa miliarda krijesa të tjera brenda ose jashtë universit krijohen, është domethënë Zoti jon I dashur. Prandaj njerëzit pyesin Allah, pse na krijoi? Vetëm për mëshirë, se I s'ka nevojë për asgjë. Për asgjë. Ne kemi bërë një gabim bashkë. Do të ta themi tani. Kemi nisi hadith, po se kemi përfunduar. Po sepse tham do ta ndajmë me vëllezërit dhe është hadith që duhet ta lesh podcastin mas asaj. Është kot me vazhdu. Ja ibadi, o njerëzit e mi, e kam ndalu vetes time pa drejtësinë. Prandaj mos guxoni t'i bëni pa drejtësi njëri tjetrit. Është kështu vëlla. E kemi bisedu këtë, po nuk e na hiku. O njerëzit e mi, unë ja kam ndalu vetes me I bo pa drejtësi krijesa që me dash bon çfarë det. Mos guxoni me I bo njëri tjetrit pa drejtësi. Se ju dënoj pastaj. Mbasi vazhdon pak se pjesa dytë është ju e keni mbush jetën me gjinafe, keni I Zot që fal shumë, kërkoni falje do t'ju fal.
Po s'po e lexojmë gjithë, po pjesa brillante me tregu pse na ka kriju. O njerëzit e mi, thot. Ky hadith Qudsi, hadithun Qudsi. Ka thonë, o njerëzit e mi, ju nuk mundin dot asgjë të mirë të bëni që të ma bëni mund të ma ktheni në dobi. Çado që të bëni. Po sikur të mblidheni gjithë bashkë. Prit, mbas kësaj vjen ajo. Ju thot çado lloj dëmi që të bëni, nuk më bëni dot dëm mua. Pra çado të bëjmë ne për mirë, Zoti si bëjmë dot mirë. Sado keq të bëjmë ne diçka, nuk i shkon dëmi atij. Pra është muhabet kot, vetëm ne e humbim. Pastaj ka thonë, o njerëzit e mi, sikur gjithë njerëzia e njerëzve dhe sikur gjithë gjindet që kam kriju bashkë me njerëzit. Nga i pari, nga Ademi dhe i fundit që do vdesin kiamet, sikur t'jen si zemra e njeriut më të mirë si përfaqe tokës si profeti Muhammed a.s. Ju thot nuk i boni dobi Zotit juaj. Në qoftë se gjithë njerëzit nga i pari deri ke i fundit dhe gjindet nga i pari deri tek i fundit t'jen si zemra më e keqe që ka qenë në herë historinë e sipërfaqes tokës, ju ta keni gjithë këtë zemër, Zotit juaj nuk i boni dot dëm. Dhe më e bukur se kjo, ka thonë, sikur i pari dhe i fundit për njerëzve, sikur i pari dhe i fundit për gjindve, të mlidhen jo kështu si krijohet njerëzimi fazë mas faze, të gjithë bashkë në të njëjtin vend. Të luteni çfarë dëshironi ju, t'ja u plotësoj të gjithëve, kjo nuk pakson asgjë nga pushteti im. Prandaj njerëz ta kujdes se ju bërat parë të tokës dhe do t'jeni përgjegjës për veprat që bëni. Tani vëllai i dashur, sikur të gjithë jenë me i vend, të luten çfarë dëshirojnë ato. T'ja plotësoj Zoti një për një ose sa të det lutje dhe në fund fare Zoti ka ngel po ai se nuk i mungon asgjë nga pushteti vet. Çfarë do vazhdojmë bisedën ne më? Çfarë na vlen më? Çfarë të krenojmë më në mas kësaj? Përveç se t'ja kthejmë mëshirën Zotit xhel xhel. Çfarë mund të shtojmë dhe çfarë mund të paksojmë kur gjë. Tani Xhebrail Emini mbasi Zoti i gjithësisë e vdes çdo gjë, cilin ka ringjall parin nga engjëjt Israfilin përsëri, që i friu surit për t'u shkatruar. Krijesa parë që ringjall është Israfili. Jo Xhibrili. Jo Xhibrili. Pra ndryshe nga herën e parë që krijesën e parë bëri Xhibrilin, tani është për t'u ringjall. Kush i friu surit? Suri është ai që i vdes, suri është ai që i ringjall. Çka ka thënë Kur'an? Wa nufikha fi sur, dhe i fryet surit dhe vdes çdo gjë në qiell dhe në tokë. Illa ma sha'a rabbuk, përveç atyre që do Zoti jot. Kanë thënë dietarët, e di kush janë? Vetëm ato që janë në xhenet. Aty nuk shko kiameti. La. Po. Shërbëtorët e xhenetit, hyriet e xhenetit e me radhë. Këto s'kan lidhje me këtë punë. Po. Se e thot ajeti vet, i fryet surit, sura Zumer. Dhe vdes çdo gjë në qiell dhe në tokë, përveç atyre që do Zoti yt. Zoti yt thot, komentet janë duke u bazuar në tekste, janë banorët e xhenetit. Xheneti nuk shkatërrohet dhe banorët e tyre janë sigurt. As xheneti as xhenemi? As xheneti as xhenemi, po flasim për xhenetit. Po. Krijesat që i ka Zoti kriju tani në xhenet nuk vdesin, nuk i kap kiameti ato. Duket sikur kjo është një anë. Po. Ana tjetër. Po mdore ka. Punët Zotit modë, po. Pse shkencërisht është kjo? Sepse qiejt janë të lidhur me njëra tjetrën dhe janë në të njëjtat ligje fizike. Dhe kur shkatërrohet, për shembull, bota atomit, dhe kur ndodhin shpërthimet supernovat, ajo merr për të gjithën çfarë ka ligje fizike. Xheneti nuk është me të njëjtat ligje fizike si universi. Patjetër që s'kan lidhje me njëra tjetrën. Subhanallahu. Po. Pastaj të thumë nufikha fihi ukhra. A thot vdiqën gjithë. Pastaj thot i fryhet për herën e dytë. La ilaha illallah. Fa idahum qiyamun yanzurun. Dhe çfarë do ndodhi vëlla? Ringjallen sot dhe kokat i mbajnë shtangen kështu. Pas ka qenë vërtet. Për nga univers tjetër, për nga krijim tjetër. Pas ka qenë vërtet. A kupton ç'a ndodhi e madhe që është apo jo? Dhe i mbajnë shikimet thot, fa idahum qiyamun yanzurun. Se Zoti e ka përshkruajtur shumë kiametin. Këtu në këtë rast e ka bërë se përmend llojet e ftyrave, përmend
ngjyrat e fytyrave, përmend ngjyrën e syve, përmend formën se si do shikojmë. A di ç'është fol në Kur'an për nuk mund ta bëj dot njeri dhe më gjej libër tjetër, se çdo libër përballë ti është qesharak që flet me kaq detaje, me kaq forma të forta, me kaq të bukura, me kaq koncize, me kaq precize për ditën e gjykimit. Vetëm të kuptosh këtë, ti lexosh këto e kupton që këtë nuk I shpik dot robi përveç atij që e di se çfarë do ndodhi. Fe idhahum qiyamun yanzurun, rinjallen valla dhe nga ajo skenë e madhe që shikojnë. Mbajnë shikimet lart shtangura, nuk e ulin kokën. Allah. Pastaj në një rast tjetër është përshkruajt për ne shohim sot në tokë valla. Shohim se ne a di çfarë do të bëjmë gabim ne si muslimanë dhe muslimanë, mos jetojmë vetëm çastin. Ne duhet kemi një uri nga e kaluara dhe nga ajo që do të vi. Ja jetë tjetër. Fuqi e madhe koncepti. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Mos e mendo Zotin të pakujdesshëm ndaj zullumeve që bëjnë krijesat e veta. Subhanallah. Po, se ne themi, po pse ndodh kjo? Po pse ky njeri zullumçar po e bën këtë? Qoftë kur kemi ndonjë problem individual, qoftë shoqëror. A është kështu apo jo? Të gjithë mendojnë këtë. Ai ka dhënë përgjigje I mallnushmi. Mos e mendo Zotin të pakujdesshëm ndaj zullumçarëve, por është duke I lejuar deri në ditën që shqyen syt. Çfarë shqyen syt? Ngeli. Çfarë ka përshkruajt pastaj? Nuk mund ta përshkruaj kush. M'fal, unë do e them, ne do e mbyllim për sot podcastin. Ke kohë 24 orë, më gjej libër tjetër që është afru me këtë. Qoftë dhe librat e shenjtë që kanë kaluar. Çfarë thot? Muhti'ina muqni'i ru'usihim. Rinjallen thot, nxitojnë për keveni ku do gjykohen dhe kokat, domethënë heci dhe kokat I mbajnë kështu, si në qell ka shenja të mëdha. Prit. Pra mos e mendo Zotin tënd si të pakujdesshëm ndaj atyre që bëjnë zullume, është duke I lënë deri në ditën që shtangen syt. Thot, nxitojnë për ke vendi ku thirren për t'u gjyku dhe kokat thot I mbajnë lart. Shi çfarë detajesh, kokat I mbajnë lart, wala yartad do ilehim tarfuhum. Ç'a ndodh? Zakonisht njeriu në këtë botë mbyll dhe hap syt, është kështu apo jo? Na ditë do mbahet koka lart, la yartad do ilehim tarfuhum, nuk mbyllen, nuk ka qerpik që mbyllen më, ngelin shtangura kështu, nuk lëvizin më qerpik. Nuk ka. Ngelin syt të shtangura nga frika. Shive të fundi, wa afidatuhum hawa, zemrat I kanë zbrazur. Allah. Po s'patë pas iman e besim këtu zemrën e ke zbrazët. Syti ke në tuk I lëviz, edhe kokën e mban lart dhe nxito për atje ku po thirrësh. Janë të shohësh në Kur'an se si përshkruhet kjo, ti e kupton që është duke fol ai që I ka përcaktuar vetë dhe e din se çfarë do ndodhi. Shumë interesante. Mendoj domethënë që tek podcasti tjetër do kesh 24 orë kohë që do kemi 24 orë dhe për të futur në këtë. Në momentin dy elemente se do ta vendosim të podcastit tjetër vazhdimin e ditës gjykimit. Po. Edhe për shkak të kohës. Dy gjëra më bën përshtypje. Në momentin kur profeti sallallahu alajhi wasallam për 23 vjetësh në shpallje, këtë punën që engjëjt e pyesin çdo profet, mund ta ketë thënë ke viti 10 për shkak, nuk e kam idenë. Po. Dhe në momentin e fundit të vdekjes, gjëja e fundit që mund bjen mend mashmend që ka thon para 10 vjetëve ose para 15 vjetëve. Fiks. Dhe si mundet, aq vërtetësi është sa mbas disa minutash ti do japësh dhe shpirt. Pra e kam laven që kjo rrëzon çdo lloj gjëje që tek ai person të ketë një grinc të vogël të mashtrimit ose të kënaqësisë. Së është fundi ku njeriu është, domethënë në atë fund nuk të intereson fare çfarë po lën mbrapa, nëse po normal se s'ka kuptim mos. Po jo s'ka bërë vetëm këtë. Ta themi 3 sekonda. Po. Ka thonë një herë para, tu vdek para pak sekondash, minutash. As-salatu was-salatu ma malakat aymanukum. Allah. E kështë mendjen ke njerëzit, I tha, mos harroni kur namazin dhe mos I boni pa drejtësi atyre që keni poshtë jush. 1. Allahu akbar. E dyta, e ka pa nipin e vet që hyri dhe kishte mizvak në dorë. Mizvaku është pastërtia. Edhe aty, në çastet e fundit e ka bërë me shenja ishe dhe ja ka dhënë dhe I ka pastruar dhëmbët. Allahu akbar. Që goja e tij ishte e pastër se do përmente çfarë? La ilaha illallah. Pastaj ka dhënë leksion para se
tip të shpirt, ka thënë, inë lil mauti le sekerat. Tha, vdekja ka mundimet e veta, si që kështë përshkruajt Zoti në Kur'an. Dhe përveç kësaj, ka bërë dhe atë që ti po thu. Që ka thënë, ila rafikil ala, ila rafikil ala. Jo, po dua të shkoj ke shoqëruesi më i mirë, jo, po dua të shkoj ke shoqëruesi më i mirë, që ishte në këtë rast sunduesi suprem i këtij universi. Dhe gjatë kohës që thej që Allahu është në momentin që është vetëm dhe thot kujt i takon sot sundimi. Para disa ditësh isha në iftar me një dy djem dhe më shpjegoni për një nga pasonikët pa emër. Dhe në moment do më thënë thot shoferi vetë tu në Shqipëri, thot shoferi vetë për pasanikun, për atë që i shërbente, tha si është jeta këtij, tha është boshta, ky ka vendosur ta të vdesi më i pasur i Varreza. Shoferi kishte këtë logjik për shkak të shikonte dinamikën e gjithë ditës që ai nuk zonte dot asgjë. Ishte gjithkohon në garë. A mund të ndaj dua? Po, inshallah. Shpresojmë këtë muaj të mallnueshëm i madhi Allah na i pranoj. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderojmë të madhin Zot me të gjitha falenderimet më të bukura dhe më të mira që i takojnë atij dhe përshëndetje mbi pejgamberin Muhammed alayhis salam dhe mbi gjithë njerëzit e mirë që ndjekin rrugën e bukur islame deri në ditën e gjykimit. I madhi Zot fuqiplot, i gjithfuqishëm, i gjithpushtetshëm, mëkatfalës, formësuesi, i gjithmëshirshëm, i mëshirëploti, i dashuri me krijesat e tij. O falës i madh, na i fal neve të gjitha mëkatet dhe gjinafet. I madhi Zot na fal ne, familjet tona dhe gjithë umetin e pejgamberit alayhis salam. I madhi Zot lartësoj, begatoj, furnizoj me çdo të mirë baballaret edhe nënat tona. O Zot, ato që jetojnë këtë botë, ndriçoja jetën edhe shpirtin, ato që kanë ndru jetë, mëshiroj shumë, o i madhi Zot, atje ku e ke dërguar shpirtin e tyre. O sunduesi suprem, o krijuesi i gjithësisë, fali, mëshiroj, arsimoj, bëjt moralshëm të rinjtë dhe të rejat tona. Amin. O Zot të rinj, të largoj nga bota e veseve në botën e virtyteve, nga bota e ignorancës në botën e dijes, nga bota e errësirës në botën e dritës hyjnore. O Zot, fëmijët tanë që po rriten, largoj nga çdo e keqe, ruaj nga çdo ves, bëj ato dietar, shkencëtar dhe hafiz Kuranit famlart. I madhi Zot na mundësot të vdesim me fjalën la ilahe illallah. Dhe në çastet kur japim shpirt i madhi Zot, i kënaqur me ne dhe na dërgon në xhennetet e Firdausit. O Zot, në ditën e gjykimit, pash madhështinë tënde mos na lën pa mëshirën tënde. O i madhi Zot, o fuqiplot, pash madhështinë tënde në ditën e gjykimit mos na lë pa faljen, mëshirën dhe begatinë tënde. Amin. Na bën nga ato që takohen me pejgamberët, që e kanë llogarinë e lehtë, e kanë të rënë peshoren me vepra të mira, e kalojnë me shpejtësi urën e siratit, janë ndër banorët e xhennetit Firdeus, na ruaj neve nga zjarri i xhenemit. O Zot i botrave, o i gjithmëshirshëm, o mëshirëplot. O Zot, kërkojmë mbrojtje ty që të na largohen të mirat që na i ke dhuruar. Kërkojmë mbrojtje ke ti nga dënimi i përnjëhershëm. Kërkojmë mbrojtje ke ty nga ndryshimi i gjendjeve, o Zot, nga me shëndet të smuremi e nga të lumtur të dëshpërohemi. Dhe të kërkojmë mbrojtje ty nga çdo veprim që bëjmë, edhe ajo është që futet në hidhërimin tënd dhe ti hidhërohesh me të. O Rabbel Alamin, o i gjithfuqishëm, o i gjithpushtetshëm, o mëkatfalës, formësues, o Zoti jon i dashur, o krijuesi jon nga barqet e nënave tona. O Zoti i mallnueshëm, të lutemi me shpirt na furnizo pa llogari në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Na jep të mirat e kësaj bote, të mirat e botës tjetër, na ruaj nga zjarri i xhenemit. Na fal ne, familjet tona dhe gjithë umetin e pejgamberit Muhammed alayhis salam. Amin, 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 ja Rabbel Alamin. Allah të shpërbleft, kështu mbyllet e podcasti i sotëm. Shikojmë pas katrin e radhës, argjerim të lehtë pranuar për gjithë. Amin. Selamu alaikum. Aleikum selam.